Gaforia, çfarë ndikon tek Gaforia? Tek Gaforia ndikon planeti i hënës. Hëna tek ato sjell intuitën, sjell emocionet e shpirtit, sjell ndjeshmërinë dhe kujtimet e ditëve të kaluara. Ky ndikim do jetë shumë i ndjeshëm tek Gaforia dhe do ka dhe përbashkime me humorin, me udhëheqjen e tij të ndjenjave dhe si shumë në pjesën e mbrojtjeve të fjalës, të veprave te Gaforia. Gaforia në këtë kohë e shikoj që ka konflikte me personat të jashtëm dhe do e tregoni egon tuaj në shumë mënyra, si edhe e shikoj që do e arrini pjesën e komunikimit mbas konflikteve. Kërkoni programin tuaj, kërkoni fjalët, kërkoni menaxhimin e planit tuaj, sepse e shikoj në këtë kohë që keni një pjesë mërzitje, dhe mërzitja përbashkohet me pjesën e mbrojtjes tuaj. Sa për i përket tek familja keni lidhje të përbashkëta, si mendimet dhe si veprat, keni një pjesë fitore, e shikoj që jeni të përmbushura dhe në gëzim dhe në familje, shikoj që mund të keni udhëtim në këtë kohë dhe çdo plan dhe çdo fjalë ju e keni të përbashkët, keni gëzime dhe mirëkuptime në pjesën tuaj. Tek Gaforia, juve po mbani një plan të ri në dorën tuaj. Jeni miratuar në shumë pjesë, shikoj që planetin në juve që ju ndihmon si në plan, si në vendosje, si edhe në takime. Në këtë kohë keni lëvizje si në punë dhe në partneritet. Shikoj që po formoni një biznes të ri dhe biznesi i ri tek ju është i rrjedhshëm në këtë kohë. Vazhdimësia tek Gaforia, jeni gjithmonë vigjilent të pjesës tuaj, të punës tuaj. Shikoj që udhëtimet që ju mund të keni dhe mund të bëni të udhëtim, do të bëni me një qëllim që ju vendosni, qëllimin, dhe keni një qëllim që ju gjithmonë e mbani sekret ndaj vetvetes. Përballeni me dy persona që janë distancë, të personat ju japin një shpresë dhe ju japin një ndihmë. Ndihma atyre ju bën që ju të ngrini pak pjesën tuaj të humorit, pjesën e arritjes dhe në gjithçka. Gjithsesi shikoj që jeni i vetëm dhe po me planet që bëni ose vendosjet që bëni të forta në këtë kohë. Në familje, marrëdhënie në familje, shikoj që sa përket femrave janë pak të mërzitura ose dyshojnë në vetvete. Nuk e kam fort miratimin e fjalës, kanë dyshime ose mund të kenë marrë një thashë them ose një presion që ndërhyn te jeta e tyre, po sa për përket është vetëm dyshim dhe gënjeshtër, sepse sa për përket partnerit të tyre është i sigurt dhe dashuria tek ato janë të qarta, nuk ka as tradhti dhe as mosbesim. Shikoj që ndryshoj edhe në familje, edhe në lidhje, edhe në gjithçka. Jeni duke startuar një plan tuaj, jeni duke bërë një miratim të ri, keni të vendosni në këtë kohë, jeni vigjilent dhe për punën që bëni. Kujdes sepse ka një lëvizje, shikoj një lëvizje të vendit të punës ku ju jeni, po gjithsesi shikoj që sa personat që kanë lëvizje mund të kenë edhe një punë tjetër të dytë dhe mos keni domethënë merakun ose mërzitje që pse po ndodh kjo tek ne. Shikoj që ju do vendosni një plan të ri dhe një kontratë të ri në pjesën tuaj të kohës. Tek femrat janë janë vigjilente në këtë kohë. Kam frikë gjithmonë pushtohen sepse pushtohen nga mendimet që mos kemi tradhti ose mos kemi pabesim te vetvetes dhe e korrigjojnë shumë mirë kohën, ditën, minutat. Gjithsesi kanë bërë plane shumë në vetvete, janë të mbrojtura dhe e shikoj që kanë ecuri dhe në marrëdhënien e tyre dhe në sa po i përket takimeve dhe pjesa që është në distancë, nuk e shikoj që ka hatërmbetje, kanë ecuri në këtë pjesë kohe. Keni arritje si në financë dhe në punët që keni të përditshme,
shikoj që ju vetë në këto kohë do ja dilni mban, keni një shëtitje, mund bën një udhëtim dhe bashkë me udhëtimin vjen një furi mendimesh ose furi pasurie tek ju, vendosni një kontratë për një pjesë pasurie në këtë pjesë kohe. Kontrata e bën të lumtur sepse arrini pjesën që keni kërkuar, që ka qenë në dilemë kjo pjesë, ju keni kërkuar vendimi, ju merrni vendime të qarta në këtë kohë. Shikoj që finalizoni një pjesë tuaj, firmosni një dokument, firmosni një pasuri në pjesën tuaj në këtë kohë. Shikoj që të keni një arritje, finalizoni këto pjesë të mirë të ditëve në vazhdimsi.